Në lugbunar të komunës së Gjakovës janë dëmtuar dhe vjedhur 4 shtëpi ku janë marrë nga vjedhësit dukat, televizor dhe gjëra tjera. Banorët e fshatit e kanë kapur njërin nga vjedhësit dhe më pas e kanë lajmëruar policinë, për të cilët thonë se nuk e kanë kryer punën si duhet. Policinë kur kumbriunëve policia kanë qenë edhe ka qenë njëri i nxanë. Ma ka qenë e kerën e tyne. Domethënë qytetarët që kanë dijet si e kanë nxanë. Kështu që shkaksh me keqja këto do ta tham, unë kërkoj sekretari fshatit nga policia të diskutojnë me mua, ndërsa thonë jo, nuk më pranojnë të diskutojnë me ta. Kështu që kisha lut të kenë ma kujdes, të jenë ma të vetëdijshëm dhe të jenë banorët tonë të sigurt. Kryetari i bashkisë lokale Muharrem Musa bën apel te policia që të shtojnë masat e sigurisë në këtë fshat, nga që ka shtëpi të cilat pronarët e tyre janë jashtë shtetit dhe mund të jenë cak i vjedhësve. Nuk është hera parë që ndodh kësi rase, ka ndodhur më herët edhe në fshatin Zhdrell, po të njëjtën varësi edhe në Bec. Policinë e lutem që të patrullojnë edhe natën, po të jenë edhe të kujdesshëm ndaj qytetarëve që të bashkëpunojnë me qytetarët. Në stacionin e policisë në Gjakov, komandanti Kris Gjoka i shpreh se policia ka kryer punën si duhet dhe në atë lokalitet do të shtohen patrullimit. Dje pikërisht rreth orës 8 të mëngjesit janë raportuar disa vjedhje, përkatësisht 4 vjedhje. Mirë, por në ndërkohë, në mendimin e policisë edhe qytetarëve të asaj zone janë bërë mund arrestimi i një prej kryesve, ndërsa të tjerë janë arrati. Ne jemi duke punuar intensivisht me kryesin që kemi në zonën e Florence. Dhe natyrisht në bazë të timit të tjera shtesë do të veprojmë më tutje. Ndërsa sa përket patrullimit të shtuar, ne natyrisht do ta kemi parasysh këtë çështje dhe aty ku shohim se çdo vend ka nevojë për policinë, policia jonë do të jenë prezente në vend të mundshëm. Ndërsa gjërat që janë vjedhur në këtë shtëpi ende nuk kanë shifër zyrtare, gazet policia e Kosovës tha se ende nuk janë bërë të ditura shumat e mallit të vjedhur sepse banorët e shtëpive janë jashtë Kosovës dhe nuk është ende e ditur saktësisht se çka është vjedhur.